Të respektuar, kemi ardhur në fshatin Zhakov e Epërme, apo Zhakov e Sipërme. Nuk është Zhakov, është Zhakov. Shkronja e fundit e alfabetit Zh, Zhakov. Komuna Istog. Dojmë shku në këtë rrugë të bukur, edhe qyre këtu e kem bloku pak, pa e nalë ty bela. Në! Qa pone? A u lodhe? A ju mirë? Mirë, valimderit, jo? Si për kalën? Mirë, qa të këtë. Si queni? Gzim Belegaj. Gzim ku jetan? Unë jam i fshatit Kovrog, po për momentin jetoj një stok. Më im dalë tash jem po... E qka qiti puna në Zhakov? Një na më qiti puna, unë jam me profesion moler gipser. Po, moler gipser. Hadi reklam shpejt shtu për gzimin. Edhe erda të një misteri që të më këshyrë do punë. Po. Edhe... Ja dha shmimin, tash me të më mlemër, të më thonë. Si po shkon puna, po ka punë me këtë profesionis? Punë, po ka perfekt. S'po kemi gjenë. Do më thonë nuk ka njerëz, punëtor, sa ka punë. Sa ka punë, po. Mira rreth nuk munësh. Valla jo, definitivisht stres nuk bëj, se me stresin një më prish krejt. Në marë punë sa muj më mri. Veç sa muj më mri. Sa i kitë punësu në kompani? Në kompani, po të kalzajq, veç vetë edhe një punëtore ka me letra, jam do më thonë që i paguin kontributet e krejt, a një punëtore ku morë një ndimë që tash ku morë rishta. Se nuk kemi, se më gjithë punëtorë, pse jo i këshashti dhe në 4-5 në firmë poshtë lirë në letra fjalla. Nuk ka do më thonë, a ka dikuna i zanat për më lera, a ke këshyra, qësh është puna, se ka tri po cilë të nashti nuk dina? Është zanat, në atë kohën kur unë jemi në zanat, në ka pa thonë doja, po vuj mi gjithë do 3, më orë vish me një qëllim më morë zanat, po sot s'ka asishne, jo. Edhe në ndoshta nuk ju pëlqen si profesion, apo? Profesion është shumë i mirë, se vere dimen kjo ka pare. Ka pare, po. Unë s'po du m'ja mboj ta vish një jetë mesatare, kam vish Evropën vish muj më shku me shetit, se për më punu jo kur. Asnjëherë his? Jo, valla. Edhe i bëj apel shumë trive këthenu, se shtash ka ndryshu senet. Punë ka? Punë ka regullisht. Po, e kom njës punën shambull, nën stapet njësi dejnë 10 orë punoj, po janë njësi një nërë punës. Punë ka regullisht. Gzim, falënderit për kohën, pra Gzimi më lerë, këshire më se harrani, Alberta në e bonë një reklam që aty, ki më ly farë saloni, shpi, mena, jashtë. Suvatime tana. Suvatime tana, Gzimi edhe është djali sinqert edhe është punëtor i madh. Kemi ardhur në fshatin Zhakov e Epërme, komuna Istog, dhe kemi takuar këtu një qytetar, përshëndetje i nderuar. Si je? Mirë, faleminderit. Si kalon? Po mirë, ti. Përgjithsisht mirë. Po mirë. Qa ka të rejmë fshatin Zhakov e Epërme? Mirë, po zonë, më A treja ka më uja, ka Uj, ka, rrim, ka, tana ka, po transport publik s'ka. Do më thonë, s'ka transport publik. S'ka. Këto vjen autobusi, veç vjen natin e herë, gjës dite që ta nëzonë sa se për rotar nuk vjen hiq. Ma këtu janë diku një 2 kilometra. Veç nuq vjen që aty. Dhe i nuq. Po. Dhe i nuq aty vjen, mak nejt vjen Kur mbyllet shkolla s'ka? Ja, kur mbyllet shkolla s'ka hiq, që atëherë mas kesti. Qka kishtë ndihmu transporti publik, qërimin edhe tjertë këtu? Po e kishtë ndihmu katunin krejt për shamët, se ishin dalë gjinja, kishin punu, kishin gjallënu. Kështu janë blokum komplet? Komplet janë blokum. Kusho. Tanë së mune me najtë ka një njeri me vëzit kërën me që kërkën, as me që të mjeku, as me që të... Do më thonë, esenciale është transporti publik. Palaj, për që të pa. Uj? Uj ka, mirë, po, uj ka. A kinim pe i bjeshka? Po, me ramet lirës, pa. A u konë kush më vizitu prej këtynët komunë sa... Palaj, jo, kërkush. Si ka vizitu as i herë asme? Zvin me vizitu, as me takojt hallin qatë ki nevoj, as... Ti qka bënë për jetë? Po, punojmë që shtu ka pak na. Po. Merëm me qështu me bëjësi me punë, ka pak. Tana. Tokën a muni me ujit, a ka... Ja, s'ka uj me ujit, ja. Për para e kini ujit? Ja, këtu ujit ka rreq. Vesh perenia? Vesh. Qërim, falemderit për këto fjallë. Falemderit e për juve. Respekt për juve, pa shëndet e jetë.
Edhe ju ashtu. Respekt. E takuam edhe Basin Sadik. Basin Sadik, përshëndetje. Faleminderit, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit shumë. Qësh është jeta në fshatin Zhakov e epërme? Qësh zhvillohet? Allah i zhvillohet dhe si tash shumë dopt të konë. Po. Si tash në kanë marru një rrugë që tu, përshen. Se këtu që Asfalt. ka konë, as me traktor, me gumat Jo, të konit më dalë s'ke mujtë. Sukën gjunglu e në konë. Këtë mas duhet e në konë. E tash faleminderit. Asfalti sohet. Jo, Në në e tjera. e tjera valloj ndikë, në kanë të konsumuar asë një. Së në konsum. Kështu privat, kjo punë për kur të taj e kojnë. Mas forti tashun në transporti publik ose di. E, po dhe, tu problem. Këtu edhe me pas autobus, ka probleme dhe mu këthy. Po, se ku mu këthy. Ne kam të vogër, ne. Rrugë të ngushta, të ngushta, po. problem është. Në përgjithësi do më thonë jeta, trit, jë ndalë, trit, a janë këtu, a... Jo, i këbolli që janë dojnë, po shtë Ikbolli. janë jashtë, janë shumë. Po, shumë jashtë. Shumë janë jashtë. Bili janë gjesin familjes pak, Po, indi jam mas më kona ta këshu maru. Maru, për zallë. Unë për vete për të kalzoj. Po, Po, dhe si tash 120 e marsa. penzion. Si tash mi kanë njoft ato që komponon. Që komponon, Po. po. Ati që du ligjit, ma e ngi, A u konë kush me vizitu pi komunarve, a u konë kush a... jo, valla, rrallë, ja. Gjallë në vllatë, të kom drejtër, bujësis, kom, në stogë. Astritin. Astritin, me Po, dhe. astritin. Nëse ujtë në kanë prunë, në... Jo, për ujë s'keni problem. Ja, ja. Po e verës po, valla, po nallet ka jarë. Ka i hernalit. Po se nallet në bish ka tje, Për çka e nalin? E nalin e kesh përdorin atje, po? kesh përdurën se marojnë boshë aty, lëpt aty. Në bjesh. E ti Bjesh, konë rraf ka ujë. konë pas razo të kena metë që, din kë, ma shumë në stog ujë. Po, problema, po, apet nuk o kesë. Qa kështë bo ndryshe këtu? Qka është esenciale? Qka është shumë rëndësishme me pas në Zhakov? Valla, s'pa di tash me gjonë më mirë njëri, mirë, me pas par Po, për grante mi me ta, po, po pas shtolla, diçka me pas mundësi. Po për mi majtë gjonë duhet mi pas edhe kushtet. Po duhet me pas kushtet, po Mjete, mjete. Me po- ujit tokën, po, me- valla, me jo, punu. ma çfarë më ujit këtu, si bjesh ka këtu buar. bjesh. Nuk ka shtëpia më nalë kokon, Hiq, bjesh ko. jashta për antena. Po, Bish për antena. te peshë vetë ku jarë, që? Definitivisht. Merci ambidetar atje me molit e sharrit. Basadik, Jo, faleminderit valla. për këto fjallë. A po veni kaj kafe, buar. Duj me pika një. Hajde. Duj me pika i kafe të Basadik me valla. qerimin aty në fshatin Zhakov e epërme. Asha zotën, po. Është interesant se nëse ju thu dikuj Zhakov, tonë menojnë që Gjakov, nuk o ke Gjakova, Po, e mu kushe. më thëshin pe, Po, kur përshë Zhakov, Gjakov, Jo, jo, të Gjakov. mi, ku aty kun, Po. dhe ke mua bit më Me zhë. Me zhë. Respekt, ha? Falënderit. Fshati Zhakov, komuna i Stog, bukuria vet. Pra, nga këtu e sipër, fillan dhe më thonë, Bjeshka është ndër fshatrat me nalësin mbitëtare më të madhen, më të lartën në komunën tonë. Ani Bacalok, si kalove sot? Po e mirë, bre, mirë që shtu Që shë puna këtu edhe jeta në fshatin Zhakov? Jeta mlusin me dalë një stëgë, unë s'pranej. Jo. Ja, Pse? pse kom mendus me vdik qitu. Qitu babe, bab gjyshe, ka 3 gjyshe, qitu kanë jetu në kushte shumë të vështira. Shumë vështirë. Tash në do kushte shumë atë mira, Në krahasim me. krahase me të kalumen, e për ata mendoj me vdik qitu. Larg vdekjes. Tjetër i gjatë e me shëndet. Ma natës e këmishën që Ashtu thojnë populli. Qështë ashtu. Unë e kom oratër më jetu gjatë e me shëndet. Falënderit shumë, ato jeta është sa ka thonë nalt aty, s'kem ka ikim. Që shë puna në fshatin Zhakov? Çka Vallaj. mundën këtu? Vallaj, këtu për para kanë mënu të gjitha. Problem kem pas me rrugë, tjerë zakonshme, dhe më Në thonë s'ka. vërtet, rruga Fakt që s'me me fajsu në komunën, as qeverinë, as kur gjo, se bashkë mu më ka orë mundësia me asfaltu rrugën dhe që të ndyrët mija para 12 vjetë. Dhe më thonë,
Edhe s'kan pranu me zgjenu, domethënë rrugën bash fshatarët të. Kanë pengu, që tash është zgjenu pak dhe i dikën, është rruga mirë, me do ujë vere si jem kërka, pe i stogu duhet me bajt, ujë për pije. Unë e kom do ujë shtu me romet lirë, e kom sa me vadit një bashkë që aty, për funi, e për ndryshe për me pi, krejt pe i stogu. Po, valla. Kostoja, modhe shpenzime më shku me bart, me Po prunë. sigurisht, unë s'kom aftë mjetë hisa, dhe veç kështu vllaznija me ta që si biduna. E kemi pasi problem përgjithshëm prej fshatit si ne deri në Cirkolez transportin publik. Do të thotë është funksional në mëngjes, është funksional mesdite kur ka mësim. Sa e pengon zhvillimin e jetës mungesa e transportit publik? Jo, ashtu unë jem shku kom, unë kom punu vetë në stëg. Qysha ke bo? Krejt kom, Kom. krejt kom. Çka bra? Vallaj, po 2 ndrime kemi majt, edhe kur kon gjenje jashtëzakonshme. Dhe më thonë, unë jem liru për ndrimi 2 në 10 orat notës, në 12 ku marë që tu, mu dashke me shku se në unë e kom pas smur pe i paralize. Sa vjet ke punu ashtu edhe ke udhëtu në kom? 17 vjetë kom punu këtu, në stëg, në Dubravë, dhe më thonë këtë pjesën e Zastavës që konë, edhe një 17-18 në pevis, 35 vjetë e kom Kur pa nol? kur pa nol heq. Edhe ma shumë kom se që i kom hip diska. Ma shumë kom. Qështu. Kjo pra është e jashtëzakonshme, a? Jeta jame ka kalu Mungesa- qështu. Mungesa e transportit publik esenciale për zhvillimin e jetës në mbi vadë, që ashtu që shpequjt. Qashtu është në rregull, qashtu është. Mungesa është ta shqyqyre, i kanë bom jetët e veta. A ta që po shkojnë i stëgë më punu, po shkojnë edhe manena, Po. po shkojnë me mjetët veta. Veta. Po. Argjimet janë qashtu që janë, po. Shkojmë. Po ja dalin dyqysh. Kom Renault 2 perfekt. Vallahi, nuk ko kërë. A? Nuk Ko ko kërë ma të fort S'ko se kërë. Renault 2. S'ka shiqa, s'ka kërë që kam kalu kilometraj sa kom kaluar me kom të mija. Pa u shkatruaj, dhe më thonë, total. Në rrugë kur hisa smullza, san, hiç. Ja. Përshëndetje, Përshëndetje. si quheni? Fatmira Zera pi u që jam qëllu të këta mish këtu të herizat, Po. jam dhau në rrityne. Si të misht mo? Po. Si po kalar mirë? Mirë po kaloj. Par darkën a i sen, Ma beti ngu. dengu. Po, valla. Ju Apollonia si po kaloni? Mirë, Si po shko puna? Përgjithsisht mirë, me përfshatra, u knasëm Ani, me mirë qytetar, po bojmë laf. Apo ka krye punëve bilim, apo ka Gjithsesi do të thotë. atë kërkesa që i kanë për shkakun Kërkesat katonarë. qytetarë, Po. normalisht se ato binë veshin e duhur edhe Po. kanë moralizu. Po. Duhet ato Është dash moralizu. Patjetër. Sepse na jemi këtu. Po, normal. Tregona pak për fshatin edhe Uç edhe Zhakove për me. Në përgjithësi me thonë janë si fshatat njëjta. Po. Infrastrukturën Sepse e këtu keni po që afër, she kanë. Po. Kryesisht merren me bujqësi dhe me blegtori, mirë po është populli të shku në shpërngulje, domthon popullata. Edhe shkollume edhe pa shkollume. Po. E kam fjalën përgjithësi. Përgjithësi. Në përgjithësi se nuk po kanë perspektivë. S'ka E perspektivë. kryeni shkollë si s'ki gjafshëm s'më punë. S'ki parë s'mush me një punë. Thjesht pa e pas Thjesht pa e pas dikon, më tani mund dikush nuk mush me një kërkon. Edhe Sigur- në një situatë e rëndë. Definitivisht. Na shtetin e kem tana. Tana. Tana të mia A jem të të kem ditë me mbajt. ama është problem e majtë se nuk kem zhvillim ekonomik, nuk kemi infrastrukturë që është duhet, janë shumë mangësi. Cilat mangësit janë kryesore që ty të pengojnë, domethënë për këto vite që i ke bërë, thu ti kishim pas Pasha ti kishim sot pas luç, mas fortin pengon gjënia ekonomike. gjënia Po, ekonomike. shkatrimi i fabrikave, Po, s'ka ku punësuar. janë shku pa fabrikat janë shit për në nashti për një shumë qesharake, shumë tëlt, janë shit, S'kan ku punësohen. s'kan ku punësohen njerëzit, privatizimi jo ka pak, gjithkush i merr vetë. Po, Kështu siguri si- s'ka. siguri fort ashtu në ka si me thonë, as në punë, as Po. Ja. Hajde nesër, mos hajde mas nesri. po të, edhe shefi për shembull, ti di këto senet, nuk ka ligji i punës efektiv, Definitivisht. edhe Këto janë mangësit kryesore. janë mangësi kryesore. Punësimi, themelore jo punësimi, po ku s'ki shtu perspektivë, nuk Para ki... prakisht të takum dikon edhe tha pun ka bëll. Po. Është interesant, si thojnë pun ka bëll, e gjithmonë ankohem. Jo, ja. Qëto nuk po muj Ka- me akceptu. Po, ka punë, ka pak, po është problemi si ato shumë pak janë. Puna e madhe i shkon për shembull, më pakon fabrikat, për shembull janë dardhat, mollat, pemt,
mi qunë fabrikë mi dorëzu, edhe kish marrë për shkak popull e pare, edhe fabrika e kish pas prodhimin e vetë, edhe kish ecë puna. Është fjala për shumicë. Nuk kom pyetje për shkak për na njëri individ për shkak si në punë dhe gjon punë. Pisha dhe dardha, pisha dhe kumlla. A është e njohur për pemtari? Po, është e njohur për pemtari, ka pemë të mira, janë pas tërpekta, naturale. Bio. Se ti ki për shkak edhe për dogonja ki pemë, po ato nuk vijnë, ato si plastike, s'han ato, janë tërpekta dhe nuk vijnë sen. Po. Nuk janë kurfa produktin për me konsumu e kështu. A konkush për komuni më vizitua, më vetë që mu për vete, personalisht unë nuk e di, nuk kom hasën ta, s'm ka rab mu taku me ta dhe me besedu dhe unë s'kom hasën ta. Nuk e di na shtjen ka unë, po unë nuk kem taku me ta, nuk e di. Çka kërkon ti prej shtetit, çka kërkon prej komunës, çka kërkon prej Komune, për autoritetet komunale kërkuhet për shembull me po transportin e popullat, për shembull me pas autobusa, më janë, populli se nuk i kanë kerrat tonë, do të më janë. Edhe me botë mërshë për shembull, ka dikush më shku në punë 7 ora, marr autobusin 6:30 të me marrë, me qenë 7:20 në punë. Me pas pa rregull, me pa disciplinë. Edhe me jetë puna. Për shembull, qysh po dallohen shqiptarët? Peqi tujtë në Zenleon 3. Po shkojmë po punojnë janë numër 1 punëtorë. Pse në Kosovë nuk po mundem na kur gjë më bën. Që tu edhe problemi. Inshallah ju shopuna marrë mirë gjithmonë. Inshallah veç kanë të përmesuar të rregullohet. Lirinë e kem, shtetin e kem. Vallaj çdo njëri besoj onda ka që liri. Veç inshallah ata që janë alt, merren vesh edhe ja lidhin ky soi punën, nuk e lën parlament qeverin pa respekt. Pa konstituu organet e me jetës puna. Kalofshi mirë. Faleminderit.